Po sigurisht për Ukrainën. Se imagjinoni sikur SBA thonë në të ardhmen që asnjë nuk na përket lufta që mund të ketë Bashkimi Evropian me një shtet tjetër. Po sigurisht amerikanët janë të përgatitur që tash vetëm kemi shenja, kemi deklaratat të politikanëve të qoftë zyrtar apo të opozitës në Poloni, ku nuk janë fort të kënaqur me Bashkimin Evropian. Dhe amerikanët hapin e parë kanë ta quajnë këtë trësh, ta shkatërrojnë Bashkimin Evropian. Dhe kjo do filloj veç ka filluar me Hungarinë, Slovakinë, Poloninë, besoj ta ngadalë edhe me Italinë, dhe do vim që do nding të pasoja Bashkimi Evropian. Duke që është projekt që nga amerikanët tentohet që të vihet ta quaj kështu ka tym. Po ku ka tym ka edhe flak. Dhe mendoj që për të ardhmen mund të duket më qartë. Dhe dyta me Ukrainën do jetë një tandem ruso-amerikan i cili do bë presion për të arritur ato qëllimet që të dëmtohen evropianët. Do thotë këto janë dy pikat, dy projektet, vizionet që amerikanët do revanshohen ndaj evropianëve. Meqense kjo para goditjes fillimit të luftës për ta goditur Iranin, kjo politikë po, do thotë, më spaku që një vite u pa që amerikanët e kanë në projekt që ta dobësojnë Bashkimin Evropian, konceptin e vizionit të tillë të një Evrope të qëndrueshme. Dhe kjo u pa kur realisht ke ajo deklarata Macronit, kë presidenti francez të modin e Indi, që përbëjmë dy vendet apo grupi vendeve të Bashkimit Evropian me Indin përbëjnë 2 miliardë një treg të përbashkët. Ka që kështu të asaj logjikës për të eksportuar apo importuar nga ana e Indis dhe Evropës në këtë rast. Dhe kjo mendoj që tregonte që janë shenja që evropianët janë të larguar nga koncepti atlantik për të Atlantikut në unison me SBA-t, sidomos sa i përket problemeve ekonomike dhe vatrave të krizës. Evropa do goditet nga amerikanët. Po kjo goditje do kushtoj sepse goditja do goditet me mos mbështetje, me marrëdhënie bilaterale apo do goditet pra thjesht me mos pra kur thonë do goditet thjesht me marrëveshjet. Jo, nuk ka fjalë me mjetë luftarake. Po, aleanca. Jo, do goditet do kaçarja se jo goditje luftarake tipike klasike në kuptimin asaj që të intervenoj të vinë ndërhyrje ushtarake ashtu kështu. Qartë. Jemi të ngopur me lufta, por besoj me Ukrainën që është portë e Evropës dhe shumë e rëndësishme pikë vitare, jo vetëm për interesat ekonomike, por edhe gjeostrategjike të cilat ka të bëjë kontinenti i Evropës, dhe që është pjesë e Evropës, Ukraina, do jetë një dill i cili mendoj që do ta kem një Alask 2. Një Alask apo mund ta quajmë Alask plus nga ajo që marrë vesh në vitin e kaluar në gusht Putin me Trump, dhe do kemi se haricje të reja të cilat Evropën do ta kenë sy këtu goditje, dhe mendoj që çdo interes evropian në arenën ndërkombëtare ku mundet do të jetë i goditur nga ana e amerikanëve, apo do kemi një situatë që do precëm edhe 3 vite që do të ndryshojë administrata në SBA, se më duket që ka probleme edhe vetë në administratën amerikane me zakonisht presidentit JD Vance dhe konceptit të Rubios, ministri apo mund të them sekretari i shtetit. Dhe kjo do shifet që sepse ka situata me të cilat do kemi ndryshime radikale. Mendoj që kinezët po heshtin me strategjinë e tyre dhe dëshirojnë, edhe rusët po ashtu, dëshirojnë atë fjalinë e Bonapartës, lër armikut të gaboj. Dhe më duket ky gabim do kushtoj shumë edhe amerikanëve.